situatë... Nuk mund të thuash që nuk e votojmë, po pastaj të thuash do ta zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Premte në kisha këtu në studio dhe thanë që jo, nuk e votojmë. Ne duhet të tregojmë pjekuri. Këto lloj populizmash nuk e shpihen Kosovën askund. Edhe unë jam vetë nën kryetare e kuvendit, Libran, nën kryetari i kuvendit, kështu në rastin më të mirë është një post honorific. Nuk është që ke fuqi as politike, as ekzekutive, qoftë as për të imponuar një çështje për diskutim si rendite. Pra, për atë shko sa je në kuvendin e Kosovës, ti jesh edhe nën kryetar, besom përveç disa privilegjeve që i ke më shumë se deputetët tjerë, nuk është që ke fuqi vendimarrëse në kuvendin e Republikës Kosovës. Jemi duke i dhënë relevancë këtij posti shumë më shumë. Apo thoni që zbohet nami me votu? Jo, çfarë po du me thonë është që po kapemi për bishte. Po kapemi për bishte. Për bishte, po është blokuar, është ka për bishte, është blokuar situata. është blokuar situata, mirë po, jo, këtu unë po e godas populizmin banal të lëvizjes vetëvendosje. Është populizm banal dhe përpjekje për të manipuluar qytetarin e Republikës Kosovës. Dibran, e kemi mujtë Sërbin në vitin 1999. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, prej maleve të Pashtrikut e Qiqavicës kanë lidh aleancë me NATO-n e me SBA dhe Serbia është larguar nga Kosova. Ushtarakisht e kemi mundur në vitin 1999. Në vitin 2008 e kemi mundur politikisht me shpalljen e pavarësisë. Një vit më pas, juridikisht, me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ne tash nuk mund të rikrijojmë betejë fallse me Serbinë, sa për të... Mos harrojmë që tako që në mes të vendimit të GND-s dhe situatës ku jemi, janë edhe një mori çështje që ka ndodhur në mes, pra. Është e vërtet, mirë, po tash nuk është heroizëm. Nuk është heroizëm, kjo vërtet. Këto me 2013, me 2015 duhet të mirën organet e rendit edhe të ligjit. Prokuroria, mas pyetja e parë është pse janë larguar ata nga Kosova, pse janë lënë të largohen, janë larguar, le t'i ndjekim penalisht, po mos ta shndrojmë, unë e pash një dokumentar dikun Pavarësia e dytë. Kjo është tallje. Kjo është tallje. Me ne që kemi aq vjet sa për ta mbajtur mend luftën dhe çfarë ka ndodhur në këtë vend. Po do t'ju pyes në fund, Azena Shtako, se ku jemi pra në këtë farë situate absurde politike, se jena që 6 muaj të u marrë çdo ditë me çetim, po do t'ju pyes, a jeni të gatshëm për zgjedhje? Me 12 tetor janë zgjedhjet lokale. A jeni të gatshëm për zgjedhje nacionale, sepse duket që vështirë do të ketë një rrugdalje prej kësaj situate? Po duket e pashmangshme. Po duket që zgjedhjet e reja parlamentare janë të pashmangshme, tani është vetëm çështje e afateve, si të themi, kushtetuese se kur do të mund të bëhen ato. Sërish presim ta shohim çfarë do të na thotë vendimi i gjykatës kushtetuese nesër. Më pas sigurisht do të kemi një udhërrëfyes edhe për veprimet politike që ne duhet t'i ndërmarrim. Po duket që zgjedhjet e reja parlamentare janë të pashmangshme diku në fund të këtij viti dhe Partia Demokratike e Kosovës gjithmonë është e gatshme për zgjedhje. Shtako në fund.